Verë në Epidam ka startuar mbrëmjen e sejntes në mjediset e amfiteatrit antik në Durrës. Edhe jeta që bëra, asilloj jetë. Për 10 net, publiku do të ketë mundësi të shijojë shfaqje të trupave të ndryshme teatrore të vendit tonë. Festivali i Artit të Muzave zhvillohet për herë të parë në qytetin e Durrësit. Regjizori Adriada Dervishi tha se ky festival synon të sjellë një verë ndryshe për qytetarët dhe pushuesit. Për të nisur një sezon ndoshta të ri në këtë qytet, i cili ka një qytetërim shumë të hershëm, dhe për ta nxjerrë teatrin jashtë asaj kutisë së mbyllur që ne jemi mësuar gjithmonë për ta sjellë dhe për të bërë bashk natyrën, lashtësinë edhe artin. Verë në Epidam vjen si një dëshirë për të ndarë edhe për të marrë emocione. Vjen edhe si një përgjigje ndoshta në një botë të trazuar në cilën ne po jetojmë të tërë, në një botë ndoshta edhe të pasigurt tashmë. Festivali Verë në Epidam është hapur me komedin Dr. Schuster të trupës Andon Zako Çajupi të qytetit të Korçës. Ky aktivitet synon midis të tjeresh të krijojë atmosferën e munguar artistike, ku rrallë është trajtuar amfiteatri si qendër kulturore, për sa i përket ngjarjeve artistike me përmasa të tilla. Përveç amfiteatrit antik, aktivitetet pritet të zhvillohen për herë të parë edhe në mjediset e banjave romake, nën kujdesin e regjizores Adelina Muça. Festivali mbyllet në 20 gusht dhe deri në këtë datë janë planifikuar të jepen 7 shfaqje nga aktorët dhe muzikantët më të mirë për të gjithë ardashësit dhe turistët.